Ju po më pyesni pse opozita nuk arriti të fitojë. Për mua, shkakun e parë tham, që vetë perfeksioni i dielljes ishte në shkallën më të lartë. Por le të kalojmë ke pjesa tjetër që bëri që opozita mos fitojë. Për mua i pari ishte ai që ulloqi zgjedhjen. Sali Berisha, sa përbashkues që arriti të formatoj PD-n në një mënyrë caktuar, në një formë caktuar, në një zhvallim caktuar, aq edhe ai u bë sebeb i mosfitimit të opozitës. Sepse Saliu me të mirat e tia, me të këqijat e tia, me përbaltet ndaj tij, apo me dobit që ai ka, arriti në një figurë që mos pëlqehesh nga shumica e popullit. Pra, vetë Saliu do të kuptonte, por mase nuk e meriton të përbaltje. Mase nuk e meriton më. Por që gjithë populli shqiptar, 90 veta, 8, edhe brenda PD-s, laj ata Shqipëri, Vlorë, Fier, Mallakastër, Berat, Kuqov që votojnë edhe Kapelen. Për t'i lem këta, jemi brenda sistemit të djathtë. Që brenda sistemit djathtë, shumica me të vërtetë nuk e duan që Saliu të jetë lider akoma, le të jetë lider historik, le të jetë lider deri në moment që përbashkojë PD-n. Por që të shprehesh që do bëhem kryeministër, kjo ishte e pa dobishme. Dhe pikërisht shumica e njerëzve që votuan 22% partitë e tjera ishin për shkak se nuk e preferonin më. Prandaj do t'i bëj atyre Saliu që ne kemi thënë Saliu, doktorit ose profesorit mat ose njeriu historik të djathtës shqiptare që duhet të kuptosh në herë. Ti mund të vlerësohesh mas 100 vjetësh, mund të vlerësohesh mas 20 vjetësh, por për momentin, për të mirën e Shqipërisë, mund të hapë krahun. Mund të hapë krahun duke ose me qëndrejtje mund të aktivizojë elita, profesorët, pedagogët. Unë kandidova për kryetar bashkie në Berat. Çfarë bëra? Që mbati një qëndrim si Noka, si Bokshi, mbati një qëndrim jo neutral, por një qëndrim mosminjos, do thoshja, fjalë e goditur. Qëndrim hileqar. Të dy këta emra që përmenda se më thanë të nesër që ne nuk e kuptuam ashtu doktorin, por që të ndihmoni ty me listën e emrore, duhet ndihmoni për. Nuk ma dhan. Por kjo është personale, por unë kur nuk jam zëmuar për gjëra personale me djathtë. Unë vetë jam i djathtë. Kur komunist, kur patronazhist, kur aktivist, kur spiun, i djathtë. Po jo me djathtën me këto gabimet. I djathtë pisnik, që po t'ishe akoma gjallë, gjyshi do quash kong, lor, ser, duk. Por në këtë kuptim, mendoj që Berisha gaboi rënd, nuk aktivizoi e lidën, po i përsëris. Kërkoi të ishe kryeministër për herë të tretë, nuse për herë të tretë, nuse për herë të dytë, e di pra. Por nuse për herë të tretë nuk kam dëgjuar ndonjëherë nuse për herë të tretë. Deri në herë të dytë vjen një nuse që nuseron mirë dhe shumë mirë. Dhe Berisha pastaj bëri gabimet e tjera që e ka pranuar më. Atë që ka bërë me Ramën 2008 për t'ia ngulur LSI-s, ja nguli vetëm, si punem, mbreti i la bukët e elmët shërbëtori vet. Shërbëtori iku rrugës, doli djali i mbretit, edhe ta dua bukë për njerë, merret ai ishte e babait e mbretit. Pra edhe Saliu ja bëri për t'ia ngulur metës në atë kohë 2008 dhe ja nguli vetës. Pra, do të hynte në zgjedhje me ligj të ri zgjedhor, me komisione të reja zgjedhore, me kushtetutë tjetër, jo në atë që gatoi në 2008, gjoja e gatoi Rama, po ky e pranoi se vinte mirë. Atëherë vuaje. Ashtu deshe, ashtu tapsove, çmbolle, kore. Në kuptim, këto janë gabime të mëdha të doktorit Saliut, të profesorit, por amanti nuk i vuajti thjesht PD-ja, që më vjen shumë keqti që ti jem për herë të katër në opozitë, sepse ne jemi njerëz pavarur, ne në një mënyrë e sigurojmë vetveten duke punuar 10 tish edhe duke ngrënë atë një tish. Kjo është parimi im. Prandaj bëj thirrje të gjithë djathtë. Puno 10 tish, puno 20 tish që të rrokësh po ta la edhe djathta e majta, më fani këta patronazhista, ky Edi Ram, po ta la atë 1 apo 2 tish të punës që bën. Kështu në kuptim është ajo që erdhi një humbje madhe për të djathtën edhe ndoshta edhe për Shqipërinë.